Ka dakordim për pikat e rendit të ditës, dhe me thënë për gjykatën kushtetuese dhe pikat tjera ishin të përcaktuara tashmë, ndërkohë që pika në lidhje me ligjin për Biron për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme dhe vendimi i qeverisë në lidhje me dërgimin e forcave stabilizuese janë miratuar në komisionet funksionale dhe ka dakordim që të jenë pjesë e rendit të ditës edhe të shqyrtohen në seancën e ditës së premte. Sa i përket çështjes së presidentit, kryeministri Kurti ju e dini që është duke vazhduar angazhimet e tij, edhe unë besoj që në ditët e mbetura, sepse nuk kanë mbetur edhe shumë ditë, të arrim një pajtueshmëri edhe një mbështetje, gjithsesi propozime konkrete edhe të gjejmë një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit. Pas takimeve që ka pas së fundmi me kryetarin Abdigjiku, kryeministri Kurti ka bërë prononcimin e tij për media, besoj që për të gjitha detajet, sapo të ketë diçka të re, do t'i ndaj të dhënat edhe me ju edhe me shtetare. Unë nuk di që kanë dhënë një përgjigje negative, gjithsesi unë pres edhe besoj që jo vetëm ne si deputet të grupit tonë parlamentar, por edhe qytetarët e Republikës së Kosovës presin që të gjejmë një zgjidhje, të kemi propozime konkrete edhe të gjendet një zgjidhje e të votohet presidenti në kuvend, sepse e kemi thënë disa herë edhe besoj që pajtohemi të gjithë, një pas zgjedhje të reja jo vetëm se janë të panevojshme, por janë të padrejta dhe nuk do të sjellin asnjë rezultat të ri. Komisioni funksional ka propozuar 6 emra, janë 6 kandidatët që janë pointuar më së shumti në intervistë, ndërkohë që kuvendi nga ata 6 emra do të zgjedhë me votë të fshehtë 2 anëtar për gjykatën kushtetuese.